A mendoni që mund të zëvendësohet teknologjia, a mendoni që teknologjia mund të zëvendësojë mjekun? Ta zvendësoj, jo. Besoj se mund të bashkëjetojnë në një harmoni shumë të mirë. Mjeku bashkë me teknologjinë, pra teknologjia në funksion të mjekut. Ta zvendësoj plotësisht, jo, nuk e besoj. Për shumë arsye. Për disa arsye të paktën flas në lidhje me profesionin tim. Unë punoj me inteligjencën artificiale, është inkorporuar në një nga aparaturat që unë punoj çdo ditë në dermatoskopin Photofinder, i cili është dermatoskopi i fundit që bën hartëzimin e nishaneve të gjithë trupit, por nuk mund të them absolutisht që inteligjenca artificiale zvendçon punën time të përditshme, apo unë i besoj asaj 100% gjatë ekzaminimit. Jo, sigurisht që syri klinik, anamneza e pacientit, inteligjenca artificiale gabon, sepse ka disa algoritme të caktuara dhe nuk është se janë gjithmonë, le të themi, ato diagnozat clear cut sipas librave, ato kriteret, ato pamjet klasike të kancerit të lëkurës. Ka diagnoza që janë dhe më të rralla dhe më të vështira për tu vendosur. Plus që një klinicisti të mirë, sa i përket të paktën dermatoskopisë, edhe pse mund të mos ketë ato kriteret klasike të diagnozës në rastin e kancerit të lëkurës, i duhen shumë pak sekonda për të vendosur një diagnozë, apo thjesht 2 sekonda, thjesht edhe për të ndjerë që ky lezion nuk shkon, edhe pse mund të mos ketë kritere ose të duket tërësisht beninj me sy të lirë. Kështu që nuk besoj se inteligjenca artificiale e zvendçon mjekun, por e ndihmon. E ndihmon shumë. Kjo inteligjencë artificiale është kthyer kështu, domethënë, si është kryefjala globale, është kthyer si një koncept që unë e kam përmendur Ilvi, që po na koklavit, po na torovit, domethënë gjithëve. Tani, unë jam plotësisht totalisht me doktoreshën që thotë, domethënë, kuptohet mjeku nëse kemi një funksionim simbiotik midis dy AI-ve, midis inteligjencë artificiale dhe inteligjencë natyrale, ne bëjmë çuditëra. Por çështja e saktësisë unë e shikoj inteligjencën artificiale, domethënë jo 99.9%, po 100% sakt, precize. Sepse ajo që unë mendoj aktualisht është inteligjenca artificiale funksionon me atë gjuhës algoritmike, domethënë me gjuhës matematikore 1-0 dhe nuk gabon. Është një koncept që mjeku, kirurgu, dermatologu etj i jep atë përshkrimin e përgjithshëm, domethënë deciziv, por që unë mendoj që inteligjenca artificiale, siç e tha edhe Dorina, është domethënë suportive ndaj inteligjencës. Po duhet vinë ndihmë patjetër. Pra që do thotë është instrument që ne duhet të dim ta përdorim dhe ta menaxhojmë më së miri.